Ka nisur punimet për rihabilitimin dhe asfaltimin e rrugës Gramsh-Dajq, një investim i Bashkisë Lezhë me gjatësi 3.5 km, që synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore dhe forcimin e lidhjes mes fshatrave të zonës së Zadrimës. Në nisjen e punimeve ishte i pranishëm kryetari i Bashkisë Pjer Indreu, i cili u shpreh se ky investim përfaqëson një premtim të mbajtur ndaj banorëve të zonës. Sipas tij, rihabilitimi i këtij aksi rrugor do ndikojë jo vetëm në lehtësimin e lëvizjes së përditshme, por edhe në zhvillimin ekonomik dhe social të komunitetit. Shok, miq, dashamirë të Grashit, qysh për pak ditë mrapa keni përshku me u lidh me autostradën dhe me Dajqin me asfalt. Dakor? Një atë fjalë që ja kam dhënë, kam marrë me u konfirmu se kam mbajt. Jeni njerëzit më të mirë të mundshëm që keni bashkëpunu me ne, keni dërgu dashamirësi, jeni punëtor, jeni shok miq, tashmë nuk jemi më në atë kotën që nuk nifemi bashkë, nifemi, ju e dini se po e thash, unë është e kryme, ajo punë, kështu që ma gëzofshi rrugën shumë shpejt, ne, dhe me thonë, nuk hymë ma shumë në për kodra në për male, po hymë në rrugë të asfaltume, të rregullë, sikur ju e keni merituar. Është e para rrugë kaq e gjatë që unë e kam nominu vetë. Investimi është pritur pozitivisht nga banorët, të cilët e konsiderojnë rihabilitimin e rrugës si një ndërhyrje të domosdoshme për lehtësimin e lëvizjes, por kërkojnë ndërhyrje dhe për zgjidhjen e problemit të përmbytjeve që prek një pjesë të këtij aksi rrugor. Ky është i vetmi që ka punuar dhe këtë aty në fund. Falenderojmë nga zemra për premtimin që kemi marrë dhe që po vetë zbatim po shohim në sy. I kjo rrugë tash ka një problem, me që ka inxhinierja këtu. Ato pjesë të prita dhe kaskadave i din onën teknike, po i to është një pjesë prej të rrimorg aty, 100 metra drejt Kosh Nikolla që përmytet gjithmonë bashkë me tokën. Pa i bën ngritjen e saj nuk mundet më bë asfalt sepse na dash më lidh me Dajqin, një ditë shiut do të merra prap ose ga gjatë s'ka fshati. Ky investim është pjesë e paketës së projekteve të Bashkisë Lezhë për përmirësimin e infrastrukturës rurale, ku vetëm në njësinë administrative të Dajqit janë parashikuar të asfaltohen 7 km akse rrugore.